Përshëndetje të dashur me të emisionit me Rolandin. Jemi këtu në episodin e ri të këtij emisioni, edhe jemi në një vend me traditë, me kulturë, por një vend me histori të ndryshme, edhe një vend i cili është jashtëzakonisht shumë i zhvilluar në pjesën e natyrës. Jemi në Deçan, në Deçanin historik, në Deçanin e bukur, në Deçanin i cili ka filluar të lulëzoj në pjesën turistike. E sot në këtë epizod do të flasim me kryetarin e komunës së Deçanit, zotin Bashkim Ramosaj, për investimet turistike që janë bërë në këto zona dhe do të shohim bukuritë të jashtëzakonshme natyrore. Qëndroni me ne dhe shikoni intervistën në plotëni që të kuptoni se për çfarë po flasim realisht. Kryetar, faleminderit shumë që pranove me bu pjesë e këtij emisioni dhe faleminderit shumë që ke ndonë kohën tonë ti kemi nalë pak angazhimet, por shpresoj që me na kuptu edhe qytetarët, po edhe ju vetë është diçka që kjo bukuri që jemi në këtë vend, në këtë hapësirë, unë jam befasu për vete për herë të parë. Kryetara, mundesh me na fol pak për pjesën çush ka qenë ky vend, edhe se kam dëgjuar fjalë që qytetarët s'kan besu që buhet çështu. Faleminderit më së pari për vizitën edhe t'jam mirënjohës se më nxjerr sot nga rutina e përditshme, ku i kem obligimet, normal sot është ditë e premte ku ne kem edhe takimet me qytetarë, po t'jam mirënjohës për shkak se diçka më ndryshe sot. Jemi në qendër rinore, në koncept i cili ka filluar në vitin 2019 për me realizu. Kemi qenë shumë skeptik ndoshta në fillim për shkak se ka qenë një ambient ku ka pas shumë beturina dhe thuaj ti ke shtruar në vatër në beturina ku njerëz kanë hudhë gjithçka, shumë i parregullt. Kem pas fat që në atë kohë kemi këtë pronë, e kemi marrë si pronë komunale dhe kemi ndërtuar një ide që me pas spaku një ofertë për krejt qytetarët e Republikës Kosovës, për krejt institucionet, për krejt organizatat jo qeveritare, ku ne krijojmë disa ambiente ku këta mundën me bazë punëtëri, simpoziume, konferenca ndryshme, që janë mjaft të nevojshme, sidomos shkëmbim përvojash të institucioneve ndryshme. Dhe kemi bërë edhe një produkt tjetër që janë këtu bujtinat ku këta njerëz përpos që vinë i shfrytëzojnë këtu salla me standard tepër të lartë, me pas vend edhe ku pushojnë, ku mundën me fjetë, shamull në një aktivitet që e kanë 2-3 ditor. Në ndërkohë kemi përgjedhur pashtu edhe koloninë e artistëve në ndërtesë tjetër që është në brenda këtij kompleksi, për shkak të diçkaje që është tradicionale në këtë vend, që është dita e gështenjes, ku si aksesor brenda kësaj është edhe kolonia e artistëve, edhe panajiri produkteve vjeshtore që ky qytet i ndërton. Dhe ideja ka shku të marrë për masa tjera dhe ma të rëndësishme, tashmë jemi në përfundim të pishinës olimpike, të sallave të fitnessit, dhe janë disa aksesorë sportive, një kanë modest i lojra të fëmijëve që po pretendojmë të ardhmen me pas një kanë ma me kompetencë. Thjesht jam tepër i përmbushur me këtë kompleks, i cili po hyn në funksion sidomos për kulturën, për artin, për rininë e këtij qyteti, mirë po që po hyn në funksion edhe organizatave që kanë kompetencë zyrtare, publike, mirë po që janë organizata jo qeveritare që i kanë mandatet e veta, i janë krijuar bazë kritereve ligjore që janë themeluar. Dhe shumica aktivitete të kësaj komune dhe të kësaj natyre mbahen në këtë kompleks ku jam tepër i lumtur kur shoh një gjallëni i tillë. Unë është një diçka që ju ka kushtu artit, rinis, kulturës, trashëgimisë tonë, dhe njëkohësisht kemi vënë edhe për atraksione sportive që janë tepër nevojshme, tepër domosdoshme. Dhe janë brenda konceptit ose strategjisë së zhvillimit të turizmit në këtë qytet, ku i kemi jap një epitet këtij shteti, sipas analizave që kemi bërë në të kaluar në fakt, që Deçani ka shumë potencial, ka shumë resurse turistike, të cilat ne na duhet me shtin funksion spaku për standardin e ekonomive familjare tona,
edhe pse po shkon ngadalë, po ecë në një proces të sigurt ku po merr destinim kjo çështje. Dhe ne jemi përkushtuar shumë dhe kemi punuar shumë, sidomos në këto produkte turistike, në këto destinacione turistike, të cilat për ditë më shumë po e bojnë më interesant qytetin këtu. Kryetar, po e shoh kohët e fundit ka shpesh që Deçani po shfaqet në për shumë platforma online, që janë platformat e internetit, rrjetet sociale, sidomos në platformat e këtyre turistave që vizitojnë vendet ndryshme të botës. Këto 2-3 vitet e fundit kemi pa investime, kemi dëgju investime që keni bërë për turizmin në Deçan. A po i plotëson kriteret komplet për me pranu turistat huj? Kjo është po si kompleksi na e dim që ka edhe investime të tjera që janë bën komunën e Deçanit. Është sfidë me vete. Njerëz ndoshta janë të destinuar me i rezistu ndryshimeve. Tradicionalisht mësum bini format dhe tash me dalë për këtij formati është shumë e sikletshme për këta njerëz. Ka nis diçka që ne mundem me pas ofertë për turistat huj që janë ka nis ndërtimi bujtinave ose i këtëne mini agroturizmave në për destinacione ndryshme, edhe në për Bjeshk, po edhe në qytetin e Deçanit. Dhe jam i sigurt që po shkon drejtimin e dur. Pa çka që kemi shumë të lashe me byrokracinë, me ligjet, cilat nuk janë krejt adaptume për interesin e qytetarëve dhe për zhvillimin ekonomik në kompleksitetin e sajnaj. Kemi të baj me zbërthy, pa kemi të baj me një ligj i cili është ligji i Parkut Nacional, që është ligj për menaxhimin e pyjeve, mos harmonizimi manene me planin zhvillimor ose me planin hapësinor të Parkut Kombëtar i Miradur të shkollës të fundit, gjithsesi në vitin 2023 në shtator. Plani zhvillimor komunal, po ashtu ideja e komunës, vendimit të asamblesë komunale, kalimi i ligjshmërisë, ku ne kemi shpall një pjesë të këtyre bjeshkëve ose zona brenda këtyre bjeshkëve si zona zhvillimore, ku ju kemi jap destinim që duhet me qenë prona komunale të shfrytëzojnë interesin publik ose normat mbi interesin publik dhe detyrat projektuese se çka duhet me ndodhë këtë vend. Dhe tash jemi në fazën ku këtë vit po spaku me 2 zona që janë tepër të rëndësishme për neve, po i bëjmë planet detaje rregulluese, që me pas ofertë edhe për investitorët huj, normal të qenë kompatibil edhe me rrugën e ambientit, me normat ambientale, ku mbrojtjen e ekosistemit, që mos me bon një disbalans, do më një farë trajtimi ose zhvillimi i qëndrueshëm i harmonizuar edhe me këto norma ambientale. I falenderoj gjithë ato familje të cilat kanë arritë që me pas agroturizma, që janë përdit më shpejt ose bujtinat në Bjeshk ku kanë ofertë edhe për ushqim edhe për fjetje, edhe si Guida ku i tregojnë destinacionet ku ju heqin dhe turistat në destinacione që janë tepër atraktive. Deçani kam përshtypjen dhe këta thëm tepër me bindje që është një prej qytete në Republikën e Kosovës dhe destinacionet që nuk janë të studium deri në fund, nuk janë të pam deri në fund. Dhe ne nuk ka kjo mundësi që me pas në qasje tillë ku me shpërfaq këtë bukuri natyrore që janë pasuni tepër e madhe e këtij shteti, pa dashme na shkalu dhe trashëgimin kulturore, historike këtij shteti, sepse është ballshme dhe pse e kem pas një sakatosje tepër të madhe në luftën e fundit ku shumica e kullave, mullive, ndërtesa të vjetra, tradicionale janë shkatru me qëllim. Mirë po që disa janë revitalizu, disa po rindërtohen, po mirëmbahen, që me pas një zinxhir të ndërlidhjes mes trashëgimisë, historisë, kulturës dhe trashëgimisë natyrore që është tepër e pasur në këtë vend. Kryetar, keni pas e përmendet më herët pjesën e ligjit edhe e dim që turizmi kërkon kosto kogja shumë për me u zhvillu. A është në planet e juja dhe a është duke funksionu kjo pjesa e fitimit të granteve nga ndërkombëtarët për pjesën turistike, se e di që shumë komuna në Kosovë momentalisht janë tu përballë me probleme financiare?
Dhe sa është e vështirë kjo për juve me i te kalu të e di që Deçani ka kapacitet ekstrem për turizëm. Problemet financiare janë bazike, mirë po që nuk janë krejt kryefjara. Se nuk mund është me u kuptu për qytetarëve që gjithmonë me u bo prezent problemet financiare buxhetore që i kemi. Edhe pse janë tepër të rëndësishme, janë imediate që mos mi pas këto probleme. Kur je i përkushtum, duhesh me bo zgjidhje. Ne kemi pas 2-3 marrëveshje edhe të ku jemi trajtuar me bashkëpunim me buxhetet e nivelit ndërkombëtar, ku s'po i kemi 2 produkte tepër të rëndësishme, që është konektimi i shtegut Via Dinarika që ka ndodhur përfundimisht vitin e kaluar është përmbyll ky projekt, dhe jemi tepër të lumtur që ka ndodhur konektimi i qytetit Deçanit me këtë shteg. Njëkohësisht kemi pas edhe një buxhet tjetër në bashkëpunim edhe me shoqatën e bjeshkatar alpine Shkëllëzanardina, ku kem ndërtu në agroturizëm në fshat alpin gati në kufi me malin e zi, që është ndërtuar me shumë kompetencë, me shumë detaje. Tash po merr epilog për shkak se kemi dërguar edhe rrym për 20 kilometra në drejtim të këtij fshati dhe të këtyre bjeshkëve. Kemi pas po ashtu një bashkëpunim edhe për fshatin Belle, ku është një prej fshatrave edhe historik, edhe tradicional, mirë po që për pamjen vizuale është një ndër fshatrat më të bukur në Republikën e Kosovës, ku është rruni agroturizëm dhe aty njerëz po merren me zhvillimin e produkteve të asaj zone, qofshin aty në të gastronomisë, qofshin produkte të përpunimit, e deri te punimet të produktet artizanale që kjo zonë i ndërton, dhe jam tepër i lumtur që është përmbyll si projekt. Tash ajo që ndodh në këtë kohë dhe ajo që pritet me ndodh, normal që kish gënjimet të tuat, ki të akumulohet i formlefi pse nuk po ecin me dinamikat e parapame, pse duhet me prit edhe një vit, pse duhet edhe 2 vite me prit. Dhe kjo është ajo storia e keqe që ty të përcjell gjatë krejt kësaj kohe, se kur projekton diçka e ki buxhetin e sigurum, manena i ndërhyn diçka që është shumë e pa drejt, është vrasëse në kuptimin e zhvillimit të një qyteti, që është zbatimi i kontratës kolektive, ku komunat janë të opinionizuar shumë me ta. Pramonor 70% buxhetave të komunave shkon për zbatim kontratës kolektive pa fajin e komunave, pa fajin e kryetarëve të komunave, as të asaj kohe kur është marrë ky vendim, as në këtë kohën e sotit, mirë po ne jemi në zbatim të ligjit dhe ky zbatim i ligjit po na kushton shumë kosto dhe po na lën projektet pa përfundu. Të funit jo pa përfundu, po nuk ki mundësi as me inicu për shkak të mungesës buxhetore që ki. Në krejt këto rrethana, ne nuk guxojmë me hup motivin, nuk guxojmë me qenë të dëshpëruar pavarësisht të lashëve që i kinë në këtë proces. Dhe po besoj që Deçani për ditë më shumë po shkon duke u ndërtu si destinacion kryesor turistik në Republikën e Kosovës. Dhe uroj që kjo më ndodh sa më shpejt. Normal, këtu na vjen edhe mirë kuptimi i nivelit qendror, të hartu edhe norma, edhe udhëzime administrative mirë, po edhe ligje, të cilat duhet me qenë në funksion të zhvillimit ekonomik. Është tepër e vështirë sot me e kuptu pse rinia jonë duhet me lëshu vendin, kur jemi të lirë, kur po ndërtojmë institucione demokratike, kur jemi në ndërtim të shtetit, avancimit të shtetit, njerëz nuk po e gjojnë vetën këtu. Domthonë ne jemi përgjegjës që këta njerëz me i motivu, me i jap shpresë, me besuar që në këtë vend zhvillohet jeta, që në këtë vend krijohet familja dhe jetojmë me një standard të çfarë meritojmë sot. Kryetari përmende problemet e lashe që përballeni për ditë ju si kryetar, por që qytetarët nuk i dëgjojnë shpesh edhe nuk i shohin. Edhe ndoshta është edhe pak e vështirë për qytetarin me kuptu se me çka përballet komuna, me çka përballet kryetari. A ke pas në një moment kryetar ku i ke qit dur një tavolinë edhe ke thonë s'po muj mo?
A ka ndodhur ndonjë moment që je mundu shumë me kryni, me përfundu një punë, por si pasojë këtyne probleme, këtyne të lashët ka kufizu? Jo, këtu të krijojnë shqetësime, të krijojnë këtë mlefin që e thash më herët, dhe të krijojnë një farë boshleku që është si të kjo poezia me gjenit atë kanë herë thu që se kom një grosht fort. Po jo, deri në qatë nivel sa unë me qeni dëshprume, dhe më thonë nuk po moj mo. Jemi një brezi tonë edhe me shumicën e tyne unë i kam kolege dhe punoj, që kemi marrë një përgjësimi vete. Dikur kemi marrë përgjësimi me pas një qytet ekologjik ku s'ka mbeturina dhe kemi arrit me bu këta. Në një kohë kur ne kemi marrë përsipër me u destinu turizmit, pak njerëz që kanë pas idenë që mundet të funksionu turizmi në komunën e Veçanit. Kur ne kemi marrë përsipër me zhvillu infrastrukturë në drejtim të bjeshve, shumë njerëz kanë qenë skeptik, kemi pas shumë të lashe me byrokracit, me marrëveshjet thuaj aty edhe të nivelit ndërkombëtar, me diçka që është bazament që janë ligjet në këtë shtet, mirë po që i destinohen në zonë sikur është Deçani, mirë po kemi arrit me i të i kalu. Me i të i kalu, dhe tjertë për ditë më shumë janë të ubinë që ne nuk duhet me na pengu. Të funit jemi mundu me shumë përkushtim dhe me shumë dashamirësi, me shumë kompetencë me i botë qarta qëllimet tona. Ne funksionojmë mbi një koncept tepër paqësor, që nuk punojmë kundra i dikujna, nuk jemi kundra i dikujna, ne punojmë për gjithë, dhe qëllimi jonë është arritja një zhvillimi ekonomik, është standardet që e përmena ma herët. Ndoshta do një mjektarit të drejtës natyrore, sepse kur njerëz kanë vendosur me jetu në këtë zonë, në këtë qytet, janë konë tri parime mbi të cilat kanë vendosur, ka pas tokë të mjaftueshme, ka pas ujë dhe ka pas mal. Dhe kjo drejt natyrore duhet me u shfrytzuar në mënyrë të harmonizuar, jo me unal, sepse e prish atë balancin që është krejt natyror. Te funit këti shteti ka folë Zoti shumë pasoni, dhe kjo pasoni duhet me hinë funksion për interesin e këtyre qytetarëve. Ku është shet Deçanit pas 10 viteve kryetar? Është një pyetje pak Unë Deçanin e shoh në ndër qytetet që do jetë kryeqendra e turizmit jo vetëm në Kosovë. E ka qatë potencial, e ka qatë resurse, e ka marrë qatë destinim, dhe pavarësisht që do ndodhë mas 10 viteve, kjo rrugë nuk ka me undru kur, për shkak se është e kornizume, është rruga ma e kryme me shumë mundi, me shumë kompetencë, me tepër strategjit madhe që është specializume, ku unë e gjoj rastin me falenderu gjithë ata që kanë punu me përkushtim në ndërtimin e këtij koncepti. Po du me relaksu pak mohabetin kryetar. Po patjetër. Tigra ta kemi i pru, ta kemi abu në vend për tigra. Dëgjoj, është zakonisht kjo pyetje e mbohet thuaj aty në shumicën e emisioneve. Janë epitete që në brez ja përcakton vetit. Çdo gjenerat ndoshta ka pas një epitet e të caktuar. Kjo gjenerata që e kanë quajtur një tjetrin tigra, si humor ka mbizotnu, është bo pak më e madhe, dhe është me të kjo epitet, po jo, nuk është që e ke mendu në herë këtë farë pjese. është diçka që e tipike e teenagerave, në brezit ri që janë gjimnazista, ku çdo brezi gjimnazistave kalon nga një epitet për gjeneratën e vetë, për brezin e vetë. Mirë po kjo ka kulmu pak më shumë. Vetëm me full kështu në realitet, Tigër është kogja emër që tregon kogja një farë lloj, ta jep një farë lloj autoriteti dhe një lloj. Nuk e kam mendu këtë pjesë shumë, unë mendoj që si zonë kemi virtyte tjera tepër të mëdha. Po, patjetër. Mbi të cilat munda me fol edhe me ushqu për këto virtyte. Patjetër. Që janë virtytet të mikpritjes, solidaritetit, bujarisë në këtë qytet që është një e kalume tashmë faktike, dëshmume për këto gjona që po i tham. Dhe mjaftojnë këto, nga njerë edhe për punë të relaksit, kur jemi jashtë të Deçanit, i dëgjoj këto
këto epitete mirë, po që janë normale për kohën. Kryetar, e përmendë traditën, historinë, çka do me thonë, e dim që Deçani gjatë tërë kohës ka qenë një prej vendeve që është shu për mikpritjen, është shu për mbajtjen e traditave të vjetra. Po do më ta bëj një pyetje kështu, çka do me thonë Oda për ty, kryetar? Oda është institucion. Institucion për shkak se në rrethonat mbi të cilat ka funksionu kjo shoqëni, ky popull, është një diçka që ndoshta ne shpesh edhe nuk e themi ose për shkak e tjetës dinamikave nuk e rikthehem shumë kësaj pjese. Deçani mendoj që fati më i madh i këtij populli që mos me u asimilu dhe mos me u tjetërsu kanë qenë rujtja e zakoneve dhe traditave. Me spjegu, kjo i bjen që pavarësisht cilat norma, cilat ligje, cilët pushtues kanë qenë këtu, nuk kanë mujt kur këto norma me zbatu për shkak se janë konë do oda dhe janë konë do vend takimet bura ku janë marrë vesh për ndërtimin e jetës. Për shembull, kem pas ka norma se si fejohet njëri, se si martohet njëri, se si merren me një problematik, se si trajtohet një çështje tjetër, si trajtohen kollosat, si trajtohen tokat e bukë, si trajtohet shfrytëzimi i malit, si trajtohet shfrytëzimi i bjerës. Dhe këto norma ne kemi pas tonat, adekuate tonat, ku ka qenë një farani dhe kjo ka bo që pavarësisht a ka ardhur Perandoria Osmane me një pjesë të normave, a ka ardhur Serbia, a ka ardhur Bullgaria, a ka ardhur Austro-Hungaria, a ka ardhur ai tjetri ose Jugoslavia, ne prap i kemi zbatu këto norma, këto tradita që një pjesë janë edhe të kanunit. Edhe tash jemi në një temë ku kemi ligjet tona që i kemi miratu vetë, kemi kushtetut këtij shteti që kemi miratu vetë, që është diçka tepër e madhe që duhet me respektu. Për shkak se kemi përcaktuar norma që i kemi bo vetë në një shtet që është i lirë, që është i pavarur, fatmirësisht që është mbi një sakrificë tepër të madhe të shumë gjenerata, mirë po që kanë atë vullën e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës, cilë është diçka hyjnore kur një populli kaq të vogël, kaq të përvojtur me fitu ndimen fuqive më të mëdha botërore e kryesisht Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kryetar, një mesazh për qytetarët e Deçanit, për njerëz me të cilët ti takohesh çdo ditë dhe je krah tyne për të mirat e këtij vendi. Se di pse e kohëve të fundit ndoshta pavetëdijshëm ka marrë diçka përsipër. Ajo që është e rëndësishme për kohën e sotshme, unë mendoj që njerëz duhet me respektu njëri tjetrin më shumë. Duhet me dashur me vlerësu njëri tjetrin më shumë, nuk duhet me gjyku, me paraqyku sepse se kema drejt. Dhe duhet me rujt diskursin e fjalëve që i themi me njëri tjetrin. Jemi të jetuar në një kohë çrëditëse, në një ambient toksik ku çdo kush ka drejt çdo kënd me fy, dhe kjo nuk i shkon favor as këtij qyteti e as këtij shteti, përkundrazi e bëjmë në vend të papërshtatshëm, qoftë për investime, qoftë për investitorë, qoftë për zhvillime pozitive. Dhe sa më shpejt që largohem nga kjo rruga e fymjes, e shamjes, e krijimit të përçamjes, fymjeve të vlera që i kemë ndërtu bashkë të funit i ka ndërtu ky popull me shumë sakrificë, duhet me unal kjo pjesë. Duhet me unal kjo pjesë dhe me u kthy në jetë më normale, çdo kush me u marrë me punët e veta, me familjen vet, me avancimin e çështjeve përpara, jo me unal në momente të tilla ku unë marr drejtë me fyt dikon ose dikon tjetër ose në lëvizje ose në vlerë ose në ushtri që e ka për ushtrimin. Për këtë tema është mirë me u distancu, me u largu. Përkundrazi nuk kemi kon qytetar i denj i këtij qyteti as i këtij shteti, kemi ra pjesmon më vonë për ato që e ke thonë, sepse është shumë penalizuese ajo që tash po e bëjmë. Është shumë çrëditëse, është shumë, madje është shumë e poshtër, shumë e ligë. Ato që sot e dëgjojmë, e përballim, me cilën edhe po jetojmë për ditë.
kryetar unë me shpresën që do takohemi sërish edhe me pa bukurit, me i pa prej afër edhe më shumë bukurit se sa ky vendi që jemi këtu. Ju falenderoj shumë për kohën e juaj edhe për kohën që ne ja u kemi marrë në ditë pune, po shpresoj me na mirë kuptu edhe qytetarët ka njerë që kryetari duhet me dalë në këtë lloj intervista dhe me pa kryetarin pak për një anë tjetër. Shpresoj që na falin. Unë jo bëj një thirrje tepër sinqert. Deçani nuk mund me njoh vetëm ty e pa deçan, zonën administrative të deçanit ku janë vend banime të shtrime, edhe pse shpërfaqin një bukuri të trashëgimisë të natyrës. Juftoj që me i pa destinacionet e vjeshtë këtij shteti, për shkak se janë tepër madhështore, janë tepër bekimi i Zotit pse i kemi në këtë qytet. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për juve. Faleminderit.